Përshëndetje shikues të dashur. Sot do të flasim për një nga temat më jetike, përshëndetjen e zemrës. I ftuar është kardiologu Jaje Shala, me të cilën do të flasim për sëmundjet e zemrës, rrjedhimisht për sulmin në zemër, aritmit, tensionin e lartë të gjakut e të tjera. Në këtë epizod do të marrim përgjigje të qarta dhe këshilla praktike se si të kujdesemi më së miri për shëndetin e zemrës. Doktor, faleminderit për kohën. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Doktor, po e nisi me pyetjen, fusha e kardiologjisë është goxha shumë specifike. Kryesisht ka të bëjë me pacientë cilët kanë probleme serioze dhe operacione të tilla si jeta vdekje. Çka ju shtyu të studionit? Edhe të merret me këtë fushë. Po, kardiologjia është lënë pak më dinamike, pak më e shpejt, ku jeta vdekja ndodhen prej minuta, ndoshta më me thonë. E pikërisht kjo ka qenë edhe arsyeja që më ka shty. Gjatë studimeve, domethënë pas që ne kalojmë në përgjitha klinikat gjatë fazës studimeve, ka bëu kardiologjia më ka të hik më shumë, dhe më ka bëu për në tarmen me vazhdu me kardiologji. Sa është stresuese, doktor? Stresuese në përgjithësi mjekësia është shumë, për shkak të orës gjatë punës natës gjitha mirë, po kardiologjia është për gjitha tjera është më stresuese është, për shkak dinamicitetit të punës. Po. Edhe seriozitetit punës. Doktor, po e nisim pak me ndërtimin e zemrës. Çysh është e ndërtuar zemra? Çka është zemra faktikisht? Po, zemra është një organ muskulor, i cili është ndërtuar prej 4 dhoma, janë 2 parabarkushet, e djata dhe e majta, dhe 2 barkushet janë e djata dhe e majta, cila nëpërmes të cilat domosdoshmë gjaku qarkullon, dhe është sistemi i qarkullimit gjakut i vogël dhe i madh, i thuami ne, i vogël i përfshin prej zemrës deri në mushkëri dhe mushkëri zemër, ndërsa pjesa tjetër sistemi i madh është prej zemrës në përgjithta organet tjera. Doktor, zemra si organ, çysh fillon, është pak interesant për neve si shikues me ditë, çysh funksionon qarkullimi i gjakut, domethënë. Qarkullimi i gjakut domethënë funksionon në mënyrë ritmike. Zemra ka një aktivitet elektrik brenda zemrës, e cila fillon në një pikë caktuar dhe shpërndohet nëpër zemër dhe kontrahon, domethënë të kurrë zemrën në mënyrë caktuar, në mënyrë ritmike, një pjesë kurret më herët, pjesa tjetër relaksohet, i thonë domethënë një pjesë është e mbushur me gjak më herët, edhe pjesa tjetër është e zbrozur, tash kjo që është e mbushur më herët kontrahohet, kurrë domethënë, kjo pjesa që është e zbrozur zgjerohet, edhe gjaku kalon prej parabarkushe në barkushe, kur parabarkushet zbrozen, domethënë barkushet mbushen, atëherë valvulat e zemrës mbyllen, dhe gjaku nuk mund të kthehet pas. Kur të kurrën parabarkushet, tash varësisht cila parabarkushe e djata e hudh gjakun në mushkëri, ndërsa barkushja e majt e hudh gjakun nëpër pjesën është aktivitet po, po. Doktor, në përgjithësi, cilat janë ato problemet që mund të ketë një person në rast se ka probleme qarkullim gjakut? Në përgjithësi, domethënë, varësisht tash cila pjesë domethënë çka preket. Sistemi kardiovaskular domethënë përfshin jo vetëm zemrën si organ, por i përfshin edhe anë të gjakut në periferi. Tash varësisht cila pjesë çka preket, çka ato, për shembull nëse kemi një problem në mushkëri, edhe pjesa e mushkërive ka sistemin e vet kardiovaskular, janë kryesisht frymëzonja, pacienti ka edhe dhimbje, po edhe ka frymëzonja, ato janë tromboembolit mushkërore që janë pak më pjesë më specifike. Ato tash nëse preket pjesa periferike, për shembull mbyllet një anë e gjakut në periferi, tash varësisht se në prek se ka prek, që aty është shkaktohet dhimbja, nximja, po mpirje, më pak kryesisht dhimbje edhe fillon të nxihet ajo pjesë, mungon qarkullimi i gjakut. Doktor, po më intereson, domethënë këto vite të punës sa e keni, a e kujtoni rastin e parë kur ju kalon mbresa, qoftë për shkak të llojit të operacionit ose gjendjes serioze? Të them të drejtën, ka shumë raste, nuk kujtohet bash specifik ndonjë, për shkak se në fillim normalisht na fillojnë si specializant pjesën e kardiologjisë dhe aty kalojmë shumë raste, nuk ka ndonjë rast specifik, po ka raste. Doktor, kryesisht sëmundje tjera, mos them që presin mirë, po janë pak ndoshta dinamika është më e butë. Te sëmundjet e zemrës kryesisht domethënë janë më emergjente. A na tregon një person cilat janë simptomat e zakonshme që mund t'i kemi e ç'na tregojnë për sëmundjet e zemrës ose probleme me zemër?
Po simptomat më të shpeshta, simptoma më kryesore e sëmundjeve të zemrës është dhimbja e gjoksit. Dhimbja e gjoksit. Pacienti zakonisht dhimbja e gjoksit në aktivitet fizik. Pacienti kur është duke ecur, kur është duke ngjit shkallë, atëherë. Pastaj simptoma tjera ka lodhja, frymëzania e kështu me radhë. Megjithatë doktor, këto simptoma ndonjëherë mund të përzihen edhe me sëmundjet mushrive, çu mundemi me bë dallime pak më qartë? Po, shpesh herë përzihen domosdoshmë me sëmundjet mushrive, e sidomos edhe me sëmundjet të abdomenit, ose pjesës sipërme të abdomenit, lukthi, i ngatrohen shpesh herë simptomat e zemrës. Mirë po një anamnezë, domosdoshmë një bisedë më e detajuar me pacientin, shpesh herë të sqaron. Doktor, cilat janë faktorët kryesorë të rrezikit për sëmundjet kardiovaskulare? Nëse nuk gaboj, sëmundjet kardiovaskulare janë numër 1 për rrezikshmërinë dhe vdekjet. Po, sëmundjet kardiovaskulare janë numër 1, jo vetëm për rrezikshmërinë dhe vdekje, po në gjithë botën, domethënë parafërsisht 18 milion njerëz në vit vdesin nga sëmundjet kardiovaskulare. Dhe në Kosovë parafërsisht rreth 50% e vdekjeve janë me natyrë të sëmundjeve kardiovaskulare. E cilët janë faktorët të rrezikut? Faktorët të rrezikut më të shpesh domosdoshmë hipertensioni, si faktori më i madh i rrezikut është, pastaj është diabeti, obeziteti, mos aktiviteti fizik, gjitha këto janë pirja e duhanit, alkoolit, trashëgimia normal është faktor shumë i madh i rrezikut. Doktor, po më intereson, a është e vërtet kryesisht ndodh që ndonjë person ndonjëherë të pësoj ndonjë infrakt ndërsa më herët nuk ka qenë kur i smur, edhe themi si është e mundur që pa qenë asnjëherë i smur. A ka mundësi që një person mos ketë probleme me zemër dhe mënyrë akute të shfaqen problemet? Po. Zakonisht ka, domethënë edhe fatkeqësisht rastet më të rënda janë ata që s'kan më herët shenja dhe për një herë ndodh infarkti, shpesh herë edhe përfundojnë në mënyrë fatale. Domethënë, mirë po shumica e pacientave kur pyeten detajisht, gjithmonë ndoshta javët e fundit, muajt e fundit kanë pas simptoma, po i kanë neglizhuar, ndonjë dhimbje gjoksit, do i frymëzimje e cila më herët nuk e ka pas, mirë po e neglizhon derisa ndodh vaja më e madhe. Çka e shkakton këto paraqitjen akute të sëmundjeve të zemrës? Paraqitja akute kryesisht mbyllja e anëve të gjakut, mbyllja e anëve të koronare, domethënë anë që ushqejnë vetë zemrën, mbyllja për një hershme e tyre shkakton sëmundje akute të zemrës. E në përgjithësi, cilat janë sëmundjet më të shpeshta të zemrës, doktor? Sëmundjet më të shpeshta të zemrës është hipertensioni, domethënë pjesa më e madhe është e popullatës, sidomos mbi 60 vjeç kanë hipertension. Mas hipertensionit vijnë sëmundjet iskemike, domethënë sëmundjet e arterieve koronare, ku bën pjesë infarkti, anginat e këto me radhë. A na tregon pak më shumë për sëmundjet e arterieve koronare, doktor, çka është kjo sëmundje dhe cilat janë simptomat? Sëmundjet e arterieve koronare do të është ngushtim i arterieve koronare, e cila si pasojë ngushtimit, zemra nuk mrin të furnizojë vetveten me gjak sa ka nevojë. Kjo është kryesisht procesi i aterosklerozës, sëmundje e cila quhet aterosklerozë, është sëmundje një proces shumë i komplikuar, pasojë se cilës rezultati më në fund është ngushtimi i anëve të gjakut. Kjo kryesisht ka të bëjë me grumbullimin dhe stresimin e muret e anëve të gjakut të indynave. E pse vjen deri te kjo sëmundje, doktor? Domethënë është një dietë të gjatë jetës apo pse vjen? Po, kryesisht ushqimi, dieta me yndyrna të pasura shtazore, mos aktiviteti fizik, pirja e duhanit, obeziteti, diabeti, gjitha këto kur grumbullohen bashkërisht vjen deri te kjo sëmundje. Na tregon doktor pak më shumë për simptomat që kanë këta pacient me sëmundje koronare. Simptomat, domosdoshmë, siç thamë edhe më lart, simptoma kryesore është dhimbja e gjoksit. Dhimbja e gjoksit në aktivitet. Domosdoshmë, pacienti kur fillon të ecë, fillon mirë, ndihet mirë. Gjatë heqjes, sa më shumë që të ecë, atëherë fillon dhimbja shtrënguese e gjoksit, e cila shpesh herë detyron edhe më ul, dhe pasi që ulet, pushon disa minuta, vetvetiv shumicën e hera u kalon kjo dhimbje, kjo është simptoma kryesore. Pastaj kemi frymëzonjen, lodhjen, gjitha këto tjera. Si diagnostikohet në Kosovë dhe si trajtohet? Në Kosovë si në gjithë botën, diagnozohet duke filluar domethënë prej anamnezës, bisedën me pacientin, motja e tensionit, EKG-ja, ekokardiografia, stres testi, deri tek koronografia, domethënë ekzaminim invaziv që është i arterieve koronare. Gjitha këto metoda diagnostike që fatmirësisht kryen edhe tani tash. Në rastet kur problemet janë më të theksuara, doktor, si bëhet trajtimi këtyre? Kur janë më të theksuara, gjithmonë trajtimi invaziv. Invaziv do të bëhet koronografia, nëse është e nevojshme, bëhet stentimi, nëse me stentim, kurse që nuk zgjidhet me stentim, atëherë kalojnë në kardiokirurgji, bëhet bypassi, domthonë bypass është urzim. Doktor, po dua pak edhe të flasim për atakun kardiak, sulmin në zemër. Është, nëse nuk gaboj, shumë shpesh e përdorur edhe nga ne pse sulm zemër. A na tregon pak për këtë sëmundje?
Po domon ato ku në zemër është smundje akute koronare, si pasojë e mbylljes për një hershme të anëve të gjokut të zemrës që harmonizojnë, urgjentja pothuajse më urgjente në kardiologji, e cila shpesh përfundon edhe në fatalitet. Me fatalitet fatkeqësisht. Cilat janë simptomat që i paraprin një artaku kardiak? Simptomat domon gjithmonë simptomi më i shpeshti është dhimbja, shpeshherë djersitja, ndonjëherë dhe vjedhja varësisht cilën pjesë të zemrës e prek atoku, frymëzonja, djersitja, çdo. Doktor, këto me gjas janë simptomat që karakterizojnë pak para një sulmi. Jo, zakonisht janë simptomat kur ndodh sulmi, domethënë këto janë kur dhimbja fort, ashtu quhet me djersitje, gjitha këto janë simptoma kur është duke ndodhur. A mund të dihet për shembull disa muaj më herët që jeni prag të një sulmi ose ana jep trupi sinjale që diçka nuk është në rregull? Jo, zakonisht nuk na jep. Se nëse ne jemi në eksprim sinjal të caktuar se cili ke shku më herët, kish intervenu, nuk e kish prit ato të fundit. A dallojnë një sulm kardiak te gratë dhe te burrat simptomat e një sulmi? Jo, prafërsisht njëjtë, nuk ka ndonjë dallim. Më intereson domethënë shpesh herë në rastet kur ka një sulm kardiak një person, dikush që qëllon afër, cilat janë veprimet që duhet, po supozojmë në rastet kur nuk e kemi afër ndonjë mjek, si duhet të veprojë një person që është afër në mënyrë që të paktën ta jap ndihmën e parë në atë moment. Varësisht të prej gjendjes të pacientit, domethënë nëse pacienti vetëm ka dhimbje të forta, djersitja këtu, gjithmonë duhet të ulet, të qetësohet, edhe sa më shpejt thirret ambulanca. Diçka tjetër nuk mundet nëse nuk është i profesionalizuar, domethënë nuk është profesionist. Nëse është profesionist është i fushët dhe qëllon në ambiente shtëpiake, si mund të veprojë? Tash varësisht edhe prej kushteve të cilat i ofron ambienti, po parafërsisht që to, domethënë është më rëndësi mu ul, mu qetësu pacienti, edhe marrë ndihmë mjekësore. Nëse ka terapi medikamentoze diçka, ndonjë analgjetik me dhënë me qetësu dhimbje, se dhimbja është që ndikon keq tek pacienti, edhe ambulanca. Doktore, cilët janë shkaktarët e një sulmi kardiak? Shkaktori domosdoshmë është mbyllja e anëve të gjakut, procesi i aterosklerozës. Procesi i aterosklerozës është proces i zgjatur, i cili mendohet që fillon qysh në fëmijëri dhe tash varësisht prej stilit të jetës të personit, e së faktorëve të tjerë të rrezikut, trashëgimia, stili jetës, ushqimi jo i shëndetshëm, mos aktiviteti fizik, sëmundje tjera shoqëruese, si mos është diabeti, ndikon deri te ardha e zhvillimit i aterosklerozës, e cila vjen shkakton ngushtim të anëve të gjakut. Ateroskleroza janë pllaka, i thojmë aterosklerotike, domethënë, të cilat zhvillohen në murin në pjesën e brendshme të anës së gjakut, e cila për një moment çohet pllaka aterosklerotike, ndodh tani një proces i rruzave të bardha të gjakut, trombocitet e gjitha këto vijnë edhe mbyllin anën e gjakut. Pse vjen deri te qorja, pse vjen deri nuk ka mekanizma ende të sqaruar detajisht, mirë po kjo është shumica e herë. Ndodh raste të tjera që krijohen trombe. Trombe i thojmë na droçka të gjakut, troshe të gjakut. Trombe, doktor? As kjo nuk është proces shumë i njohur, domethënë pse vjen. Mirë po kem raste që është vetëm droçkat edhe shkaktojnë mbylljen e anës gjakut. Doktor, disha të flasim pak edhe për aritmit. Kryesisht po konsideroj që nuk ka person që ndonjëherë në jetë e ka vrejtë që ka aritmi. Çka janë edhe pse shkaktohen? Aritmi, domethënë vetë fjala aritmi, bukfalisht nuk është term i duhur, se aritmi i bën paritëm, domethënë që s'ka ritëm hiç, ndërsa aritmi këtë term e përdorin për çrregullime të ritmit, domethënë kur ritmi nuk është i rregullt, se zemra mbryr rre në ritmike, domethënë në mënyrë të rregullt, me një distancë të caktuar me rroja njëra prej tjetrës. Edhe pikërisht ku fillon ritmi, domethënë fillon prej një pike të caktuar në zemër, dhe sa shpesh herë kemi të një numër i madh i pacientëve au kemi çrregullime të ritmit, të cilat ndonjëherë tash varësisht prej cilës pjesë zemrës lindin dhe çfarë lloj aritmie është, atëherë është edhe serioziteti i tyre. Ndonjëherë janë edhe të rrezikshme për jetën. Pse ndodhen aritmit, doktor? Edhe aritmit, sidomos pjesa se aritmia është pjesa kryesisht elektrike e zemrës, domethënë aritmit janë pjesa ende më e pasqaruar e zemrës. Domethënë nuk dihet pse. A mund të vjen edhe si pasojë një stresi gjithsesi stresi, përdorimi i burnout të ndryshëm, përdorimi i këtyre substancave narkotike, pije energjike, sidomos gjitha këto mundën me ndiku. Po kryesisht janë si më thon shpesh herë janë normal smundja iskemike e zemrës është shkaktori kryesor
i çrregullimeve të ritmit. Mirë, po ndonjëherë mund më qenë sidomos tek moshat e reja ka çrregullime të ritmit që janë edhe të lindura. Edhe të lindura. A ka mandej si bëhet trajtimi i tyre, edhe të shtatë të din këtë cikël me qenë se po flasim për aritmit, në sa raje janë normale për një person fëmijë dhe për një person të rritur? Rajet normale të zemrës janë prej 60 deri 100. Domethënë në 60 numërohen rajet ngadalshme, mbi 100 janë rajet shpeshta. Zakonisht tek fëmia, rajet e shpeshta janë më normale. Domethënë fëmia i përsa lindur normalisht zemra i rrej rreth 150 herë në minutë. Me kalimin e viteve vjen duke u zvogëluar. Ndërsa tek një person i rritur, domethënë normal kufiri është 60 me 100. Në cilat raste doktor janë aritmit janë të jetë shqetësuese, të jetë serioze? Zakonisht kur shoqërohen me smundje strukturore të zemrës, domethënë kur dhe zemra është e dëmtuar, atëherë aritmit janë, sidomos aritmit tek smundja iskemike, domethënë mas infarkte, kur zemra dobësohet, zgjerohet, atëherë aritmit shpeshherë mundën me qenë edhe të rrezikshme dhe fatale për jetën. Dëmtimet e valvulave, domethënë çrregullimet valvulore zakonisht shoqërohen me çrregullime të ritmit, edhe në këto raste nëse nuk intervenohet me përmirësu patologjinë bazë, atëherë në të ardhmen aritmit mundën me qenë fatale. Doktori përmende që disa herë sëmundjet iskemike, a na sqaron pak çfarë janë këto? Sëmundja iskemike është kryesisht infarkti, domethënë i miokardit, domethënë sëmundja iskemike është kur zemra nuk furnizohet mirë me gjak, nuk e ushqen vetveten me gjak. Se zemra është organ muskular, sikur në organet pjesë tjera të organeve dhe vetë ka nevojë për gjak. Doktor, shumë shpesh flasin për hipertensionin dhe hipotensionin. A na tregon çka është hipertensioni? Po hipertensioni është sëmundje kronike, domosdoshmë sëmundje e zgjatur, e cila karakterizohet me vlera të larta të presionit brenda endëve të gjakut, domethënë vlerat mbi normale, në mënyrë të vazhdueshme janë vlerat mbi normalen brenda endëve të gjakut të atij personi. Kjo është hipertensioni më thjesht me thonë. Është një sëmundje shumë e shpeshtë, është sëmundje që fatkeqësisht pjesës më të madhe nuk dihet sakt shkaku, mirë po ndikojnë shumë faktorë. Cilat janë simptomat, doktor, që i ka një person kur ka një hipertension? Zakonisht një numër i madh i pacientave edhe nuk kanë shenja. Nuk kanë shenja, mund të ndodhin mbatje rastësisht me tensioni zbulon, mirë po kryesisht shenjat më të shpeshta janë kokëdhimbja. Kokëdhimbja në pjesën e pasme të kokës, marramendja, ushtima në vesh, ndonjëherë frymëzonja, ndonjëherë dhimbja e gjoksit kur është tension, kur kem kriza pak më tension më shqetësues, domethënë kur vlerat kalojnë mbi 200. Këto janë simptomat më të shpeshta, mirë, po një simptom caktuar nuk është çka. Nuk është. Si të veprojmë, doktor, në rastet kur një familjar ose dikush afër që kemi ka një hipertension, aty për aty, a ka diçka që mund të bëjmë ne? Po nëse nuk kem terapi, diçka nuk është që diçka gjithmonë prapë sikur ato smundjet ato, domthonë mundu me qetësu edhe me kërku ndihmë mjekësore. Se shqetësimi ndikon shumë në shfaqjen e hipertensionit. Po, shfaqjen edhe në keqësimin e hipertensionit. Nëse një pacient është me hipertension ose në ka një krizë hipertensive, tash nëse dikush e shqetëson më shumë, ajo ka më shku të rrit halo më shumë tensioni. Domethënë hapi parë që mund ta bëjmë është me qetësu, pacient nëse nuk kem ndihmë mjekësore, nëse kem ndihmë mjekësore varësisht tash sa kem një ori, sa cili është bori i cili ndikon tension, dhonja që ti bori. Cilat ushqime, doktor, ndikojnë në rritjen e tensionit? Pe ushqime kripa, domethënë ushqimet që kanë sasi mas shtume të kripës, domosdoshmë faktori kryesor që ndikon mas shumti. Mirë po tani janë edhe ushqime tjera, domosdoshmë ushqime të ndryshme me yndyra kryesisht shtazore, yndyrat ngopura, këto janë më shumë që ndikojnë. Doktor, kjo po i bie që personat që kanë hipertension duhet të kenë shumë kujdes. Shumë kujdes. Jo vetëm personat që kanë hipertension, përgjithësi njerëzit duhet të konsumojnë krip më pak. E trajtimi i personave që kanë hipertension, edhe në cilat raste, po më intereson doktor ta di si e definoni që një person me hipertension të kalojë edhe në përdorimin e barave. Po tash janë rregulla të cilat duhet të zbatohen. Tash pacientët rekomandimet e mëhershme kanë qenë se vlerat e sipërme do kufiri i sipërm i tensionit normal ka qenë 140 me 90. Tash rekomandimet janë që 130 me 80, domthon ku çdo me këto numërohet si hipertension. Mirë, po hipertension 130 deri 140 kryesisht duhet menaxhohet me ndrimin e stilit jetës, domthon me konsumu më pak krip, me fillu me hec, nëse pacienti është obez me zbuktu peshe, nëse ka diabet me kontrollu diabetin, me konsumu më shumë sasi të ujit, gjitha këto. Nëse tensioni domthon mbi këto vlera, sidomos mbi 150, atëherë duhet të fillohet të trajtohet me barna.
Fillimisht normalisht me doza më të vogla, me kombinim zakonisht kohet kombinimi një antihipertensive, një diuretiku i thojmë na, edhe fillohen gjithmonë edhe përcillet. Kjo doktor, sipas kësaj që po thua, çdo tension mbi 150 kërkon ndihmë urgjente te mjeku. Jo, nuk do të thonë ndihmë urgjente, po duhet të trajtohet. Duhet të trajtohet. Për dallim nga hipertensioni që kryesisht e kemi pak më shqetësuese, hipotensioni doktor? Hipotensioni, them të drejtën, nuk është smundje, që më thonë, nuk është hipotensioni, nuk është që shkon në farë ndonjë rrezik. Një numër i madh i pacientëve, sidomos moshat e reja, mashpergjinia femërore, kanë hipotension, kanë vlera nën 100, adaptohet organizmi, bën jetë normale pa asnjë problem. Nuk është që ka diçka ndaj as terapi specifike për këto, pas ndaj që merret dikush me këtë problematikë. Megjithatë ka pak shqetësime, është që vjen pak koncentrimi lodhje, ndonjëherë disa pacientë ankohen me ramendje, po nuk është diçka shqetësuese, domethënë nuk është asnjëherë hipotension, nuk është jetë kërcënuese. Domethënë mjafton një pushim, një pirje ujit, ndoshta pak më mëdha, diçka dhe pikërisht në këtë rrjet, cilat ushqime ndikojnë në ngritjen e tensionit në raste kur jena me hipotension? Tash na si mjek, domethënë zakonisht nuk merremi me hipotension, domethënë nuk asgjë trajtojmë asgjë. Pacienta kështu në përgjithësi ndonjë ushqim me mesazhi më të madhe të kripës, diçka, edhe thjesht pushimi. Edhe thjesht pushime. Domethënë personat që kanë hipotension, thjesht me krepak, ndikon në rritjen, po. Ndikon, mor kripa ndikon, po thjesht me pushume, se nuk është diçka që rrezikon, nuk ka ndonjë rrezik. Doktor, deshta pak të flasim edhe për mënyrën e jetesës dhe parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Sa ndikon dieta dhe aktiviteti fizik në përgjithësi në shëndetin e zemrës? Dieta dhe aktiviteti fizik domosdoshmë ndikojnë shumë në përgjithësi. Fatkeqësisht në vitet të fundit tash domosdoshmë kem komplet ndryrimin e dietës. Tek ne ushqimet konsumohen më shumë artificiale, më shumë ushqime të shpejta, më shumë ushqime të gatshme, domosdoshmë nuk ushqen shumë pacientat me ushqime bio, aktiviteti fizik fatkeqësisht edhe kjo është një mungesë shumë e madhe, jeta shumë dinamike, mirë po këto janë faktorë të mëdha rrezikut për zhvillimin të ardhmës sëmundjeve kardiovaskulare. Edhe qëndrimi i ulur, doktor? E rrezikon? A jena na më të rrezikum që qëndrojnë aq ulur? Gjithsesi. Jo vetëm për sëmundje të zemrës, edhe për sëmundje të anëve periferike, domosdoshmë qëndrimi i ulur gjithmonë është faktor rreziku më i madh. Doktori përmende pak më herët të shkurtazi çështjen e ushqimeve. Cilat janë ato ushqimet që ndihmojnë zemrën, dhe cilat janë ato të cilat me çdo kusht duhet të eliminojnë? Ushqimet që zakonisht preferohen, domethënë për si ushqime më të shëndetshme, janë ushqimet e zime. Domethënë çka është ushqim i zi, është më i shëndetshëm. Frutat, perimet, drithrat, bylmetet me më pak yndyrë, domethënë ushqimet që më shumë preferohen për shëndetin e zemrës. Ndoshta yndyrrat me origjinë shtazore, domethënë yndyrrat me mishi të kuq, me prodhim nga mishi i kuq, sepse këto produkte që përpunohen nga mishi i kuq janë shumë të dëmshme për sëmundjet e zemrës. Nëse mundesh, doktor, një ndërlidhje të stresit kronik me shfaqjen e sëmundjeve të zemrës, a ndikon, domethënë, nëse një person në mënyrë konstante i nështrohet stresit, ç'është ndikon kjo shëndetin e zemrës? Domos stresi ndikon shumë keq. Kuna edhe numri i madh i sëmundjeve të tjera, edhe tek sëmundjet e zemrës ndikon. Këtu janë dy mekanizma, është mekanizmi direkt, se njerëzit të cilët janë më të stresuar, zakonisht në organizmin e tyre prodhohet më shumë adrenalina, edhe kortizoli është një substancë tjetër, të cilat dyja ndikojnë në ngushtimin e anëve të gjakut. Si pasojë këta shpesh herë kanë më shumë hipertension, domosdoshmë sëmundje më e shpeshtë ta, edhe në mënyrë indirekte zakonisht ndikon se njerëzit të cilët janë stresues, në cilët nashtrohen vazhdimisht ndikimit të stresit, zakonisht ushqihen në mënyrë jo të rregullt, gjumin e bojnë jo në mënyrë të rregullt, ushqihen shpesh herë në mënyrë të pakontrolluar, domethënë ushqim më shumë, edhe konsumojnë sasi më shumë të alkoolit, sidomos, edhe ndonjëherë edhe substanca të tjera narkotike këtu, gjitha këtu tani ndikojnë në mënyrë indirekte për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës. Përmendja edhe gjumin, doktor, sa ka rol gjumi? Gjumi ka rol shumë, zakonisht preferohet domethënë 7 deri në 9 orë gjumë për një person, domethënë për pas një shëndet të mirë, preferohen këto. Mirë, po edhe gjumi i tepërt nuk është e mirë. Domethënë gjumi i tepërt ndikon keq në sëmundjet e zemrës. Doktor, kryesisht shpesh herë sëmundjet ju referohen edhe që kanë bazë trashëgimie. E përmendë sëmundjet e zemrës kanë bazë trashëgimie apo? Gjithsesi kanë shumë bazë trashëgimie. Nëse një person ka një imprend me sëmundjet e zemrës, a preferohet ketë kontrolla më të shpeshta? Gjithsesi, nëse një person ka një imprend me sëmundjet e zemrës, gjithsesi është më i rrezikuar se sa ai që s'ka. Mirë, po nëse
një personi ka të dy prindër, atëherë shkolla e rrezikshmërisë është edhe më e lartë, dhe gjithsesi preferohen kontrolla edhe kujdes më i shtuar. Më shtum. Doktor, për ata persona të cilat ndoshta nuk kanë një bazë trashëgimie, po megjithatë e arrin një moshë, si kardiolog, ana shpjegon pak prej cilës mosh duhet të nisin pak kontrollat kardiologjike? Nuk ka ndonjë moshë caktuar, nuk ka ndonjë moshë caktuar, pavarësisht edhe prej gjendjes pacientit, domethënë se pacienti vren ai simptomë, sidomos dhimbje gjoksit, tuhet, sidomos frymëzanie, lodhje e cila shfaqet shembull që nuk ka qenë pa flasme 2-3 javë ose një muaj ose më herët, edhe tash ka filluar të shfaqet, atëherë gjithsesi se fatkeqësisht tash në vitet e fundit na kemi pacienta me smundje kardiake edhe në mosha shumë të reja, domethënë edhe në mosha mbi 30 vjeç. Fatkeqësisht kena pas edhe në 30 vjeç. Kryesisht kanë bojnë ata që marrin më shumë substanca narkotike kryesisht, mirë po fatkeqësisht tash mosha është kufiri i moshës, domethënë me kalimin e viteve, me ndryshimin e stilit jetës, me rritjen e stresit, atëherë kufiri i moshës bajagi po zbret e poshtë. Doktor, në vitet e fundit sa ka ndryshuar teknologjia në trajtimin e sëmundjeve kardiologjike? Fatmirësisht teknologjia ka ndryshuar shumë, domethënë fatmirësisht edhe te ne tash në krahasim me vitet, me fund ndoshta me një periudhë 10 vjeçare, trajtimi i sëmundjeve të zemrës tash bëhet me një teknologji shumë më të mirë, me procedura të cilat fatmirësisht tash bëhen pothuajse si në shumicën e vendeve të botës, edhe në terapi medikamentoze, po edhe në trajtimin invaziv ka përparuar shumë. E si ekziston aktualisht gjendja në klinikën e kardiologjisë në Kosovë? A funksionon me bazë, nuk po them standardeve të fundit ose mirë, po cilat janë ato teknikat e fundit që i përdorin? Fatmirësisht, qysh tash domthon, edhe ne këtu i përdorim, domthon pjesën kryesisht kemi më shumë bëjmë me sëmundje koronare, domthon fatmirësisht koronografia, stentime, gjitha kryhet 24 orë. Edhe tek ne normal mungon infrastruktura, nuk është sikur na çuçi kanë vendet e zhvilluara, ke mungesë aparatura, ende për më kryer më shumë raste, më pak më prit pacientat në listën e pritjes, mirë po fatmirësisht vitet e fundit domthon rritja e numrit të pacientave që trajtohen në klinikën e kardiologjisë vazhdimisht. Të dashur shikues, ky është podcasti për sot. Shihemi të dielën e ardhshme.